O qaju po vëndi bukur, ju bache luleve. O qaju po vëndi bukur, o bache luleve. O bache luleve. Ndërmes maleve je foto, si zëmra me zbinjeve. Ndërmes maleve je foto, si zëmra me zbinjeve. Si zëmra me zbinjeve. Dhe tani që ti e bërë, e fusha e produkteve. Dhe tani që ti e bërë, fusha e produkteve. Fusha e produkteve. Ujët e ftohtë brati, i laçi së mundjeve. Ujët e ftohtë brati, i laçi së mundjeve. I laçi së mundjeve. Mirë se erdhëm në një tjetër episod të emisionit Sfidarinore. Vendosëm që këtë emision të hapnim në mënyrë të tillë për të përcjellë pak nga tradita jonë dhe nga ngrohtësia që ne falim në studio. Atëherë jam me 3 nxënës këtu të shkollës Koto Hoxhi. Do më prezantoni pak me emra ju lutem? Po, unë jam Ajden Nora. Unë jam Robert Stefani. Unë jam Elsion Myrtaj. Okej, kënaqësi e madhe që kam sot në studio. Kënaqësi. Dua të theksoj që këta të rinj janë nga ata përcjellësit të kësaj traditës dhe këta të rinj pikërisht të polifonisë. Të fillojmë nga pyetjet pa humbur kohë, sepse kemi shumë surpriza gjatë emisionit, do dëgjoni gjëra të tjera përveç asaj që sapo dëgjuat. Atëherë, si u përfshit në grupin polifonik? A e keni diçka të trashëguar apo erdhi si një gjë për të kaluar Po, kohën? kemi, unë e kam të trashëguar nga gjyshi, nga familja, nga vëllai gjithashtu. Domethënë, që i vogël ke qenë në Po, pjesë po, të që i kësaj vogël. frymës polifonike. Këndojnë. Unë kam pasur babin, do me thënë kur në fshat kur bënim na këto mbledhjet kështu me lokale dhe me... Edhe këndonin të gjithë bashkë edhe aty mësova dhe më pëlqeu shumë. E kuptoj. Unë kam patur gjyshin në grupin e të rinjve të Gjirokastrës, edhe nga ai jam frymëzuar më shumë. Domethënë, të tre ju jeni frymëzuar dhe ju ka ardhur kjo si mundësi nga familja. Po, e kemi trashëguar. E kuptova. Atëherë, ju e keni trashëguar nga gjyshi, në pasion me sa më thatë, por dua të di kur keni filluar të këndoni për herë të parë, domethënë afërsisht moshën. Ndoshta 10 vjeç kur kemi filluar që këndojmë bashkë. Po, që këndojmë kemi bashkë. Po që keni kënduar veç e veç? Në që mosh keni filluar? 8-9. 7 vjeç. Domethënë pak a shumë i njëjta moshë. Okej, në rregull. Si ndiheni kur këndoni së bashku në grup? Është kënaqësi e madhe. Ku mblidhemi të gjithë bashkë, na pëlqen më shumë na mbledh dhe Profesor Alvarua në Qendrën Kulturore të Fëmijëve, atje kemi mundësinë që ta shfaqim talentin ton. E kuptoj. Sa haruam të përmendim që të tre këta nxënës janë pjesë e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Fato Berberi në Gjirokastër në rrethin e polifonisë. Dhe ju keni Profesor Alvarun i cili ju dikton apo jo? Po. Okej, në rregull. A mendoni ta vazhdoni edhe në të ardhmen këtë pasion apo është diçka që po e bëni tashmë që për të kaluar të shkollën? Po. Pse jo? Po. Na pëlqen. Domethënë e keni marrë seriozisht? Po. Okej, në rregull. Në cilat koncerte apo aktivitete keni marrë ju pjesë? Jo, kemi marrë në shumë aktivitete me shkollën, në dasmën Gjirokastrite, në Cloud Fest. Më falë se të ndërpreva, nëse nuk gaboj ju keni qenë edhe vjet tek dasma Gjirokastrite që është bërë për të gjitha shkollat e qytetit? Po, kemi qenë dhe aty. Po, keni qenë se keni hapur dasmën. Okej, në rregull. Mund ta shkoni edhe me një marrësh këtë besoj. Dhe aty me sa kam parë, me thënë të drejtën, më ka lënë një përshtypje shumë të veçantë, sepse ishin të rinj, unë kam dalë nga ajo shkollë që nxënësi po studioj nga shkolla Koto Hoxhi dhe
ishte kënaqësi shumë e madhe, domethënë që të shikoj të rinjtë asaj shkolle ku ti ke mësuar që të bëjnë gjëra të reja dhe gjëra të bukura. Krenar për ju. Atëherë, çfarë koncertesh të tjera ose aktivitetesh keni marrë pjesë ju alash në mes? Te Cloud Fest që ishim këtë vit para disa ditësh, ishte diçka shumë e bukur. Nuk ishim shkuar ndonjëherë atje. Që diçka që mblidheshin ishim tre breza. Fëmijët e Gjirokastrës, të rinjtë dhe Eleni Mërkuri që është brezi është mosha e tretë. Po, e kuptoj. U bën në qytetin tonë kjo? Jo, u bën në Tiranë. Tiranë. Si ishte si eksperiencë? Ishte herë e parë domethënë që ju shkoni tjashtë? Po, herë e parë, po. Si ishte si eksperiencë? Ishte të emocionuar? Jo. As pak. As pak. Jeni vetbesues në vete, të vetëdijshëm talentin që keni. Gjë mirë. Okej, në rregull. Cili ka qenë momenti më i bukur që keni përjetuar në skenë? Përveç atij para 3 ditësh që na tha. Te dasma Gjirokastrit e patjetër. Kishte shumë njerëz, u pritëm shumë mirë. Ishte dhe emocioni i madh, Po. sepse është Po, ere pak që kishim aq shumë njerëz. Jo vetëm ajo, por është edhe pjesa e dasmës Gjirokastrite me gjithë rritet e saj, sepse u bën nga e para tek e fundit. Po. Dhe ju faktikisht ju e hapnit se nuk e mbaj mend. Po, ne Ju e hapnit të tërë. Ç'bën ato në Fakti, shtëpinë tënde. Fakti që këta të rinj e hapnin ata aktivitet, besoj se ishte shumë emocionuar sepse ju tërhiqnit veshin e parë të të gjithë. Po. Okej, atëherë, sa kohë ju duhet për të përgatitur për një performancë, rafërsisht? 1 muaj. 1 muaj. Po. Ne e kuptoj. Po. Çfarë bëni tjetër përveç këngës? Pasione ose aktivitete të tjera keni? Në davete më shumë. Ku, më fal? Blidhemi në davete Okay. duke kënduar bashkë me familjarët. E kuptoj. Përveç këngës, nuk keni aktivitete të tjera? Kemi Jo. edhe sport e gjëra të ndryshme. Unë nuk kam bërë. Futboll? Po. Okej. Edhe ti gjithashtu? Po. Okej, në rregull. Atëherë, a doni të ishit artist kur të rriteni? Pse jo? Se jo. Në cilën fushë, të polifonisë? Të polifonisë. Po. Okej. Çfarë do i këshilloni të gjithë bashkëmoshatarët për të ruajtur traditën? Është diçka shumë e bukur dhe një vlerë shumë e madhe për kombin tonë. E kuptoj. T'ju bëj një pyetje, a mendoni se të rinjt po i largohen kësaj traditës shqiptare, kësaj kulturës tonë të pasur që të gjithë e mbivlerësojnë, por të themi të vërtetën, ata që jetojnë në Shqipëri është diçka që duket, le të themi, pak e thjesht, nuk e vlerësojnë për atë që është. A mendoni ju se kjo ndodhe dhe a mendoni se këta të rinj po i largohen kulturës? Për ne thonë që jemi brezi i fundit që këndojmë në qytetin e Gjirokastrës dhe deri në fund do ta mbajmë këtë traditë. Po mirë, a nuk mendoni ju se është mirë që ndoshta ju ta përcjellni këtë traditë tek brezi i ri? Po, Sepse është traditë që është te vlerësuar. fëmijët tanë. Ne themi që kënga polifonike është pjesë e UNESCO-s, do me thënë që është vlerësuar si diçka shumë e madhe dhe me shumë vlera, dhe unë mendoj që është mirë që të rinjt të cilët janë më të vegjël se ju tani shkoni në klasë të 9, do me thënë në shtator ju jeni mini maturant. Po. Okej. A nuk mendoni ju se të rinjt po i largohen dhe se duhet afruar dhe si mendoni ju se mund të afrohen këta të rinj? Nuk e di. Duke ja përcjellur atë. Duke u zhvilluar më shumë aktivitete në Gjirokastër. Edhe në shkollat të Po. ndryshme. Do me thënë, në qoftë se ju për shembull do bëj një, le të themi një si tip festivali vetëm për shkollat nëntëvjeçare. A mendoni ju se kjo do t'i ishte diçka e mirë për ata të rinj, për të mësuar, për të futur pak në atë rrugën e polifonisë? Besoj se do t'ju pëlqente dhe do futeshin dhe ata duke kënduar dhe ata dhe do mblidheshin më shumë grupe në Gjirokastër për të kënduar. E kuptoj. Do me thënë, ajo mikpritja është ajo që Po, të rinjt të afrohen, Po, a? Atëherë, përveç hapjes që dje më bën, do doja shumë të ndiqni përsëri një këngë të kënduar nga ta, live në studion tonë. O çoku do vete, lule moje lule. E o çoku do vete, lule moje lule. Larto në kurbete, lule moje lule. E larto në kurbete, lule moje lule.
qo të bie lule, moje lule. E di qo të bie lule, një degëllaj thije lule, moje lule. E një degëllaj thije lule, moje lule. Ta vëqo në kutije lule, moje lule. Edhe more e ta vëqo në kutije lule, moje lule. Unë mendoj që këta djemë meritojnë të duar trokitur të fort, pasi është diçka shumë e vështirë. E para kënga polifonike ka shumë elemente të saj, të cilat unë nuk ju ambaj më da semri më të shumë të ne kohës, po që kjo nuk ka rëndësi. Dhe mendoj se është diçka shumë e bukur për ata të cilët e përcjellin të traditës, që kam përmendur dhe gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë gjithë 2 minutazhi, dhe i falenderoj të i mase për emocionin që na dha në studio. Përveç kësaj, doja t'ju falenderoja dhe ju që na ndiqni dhe shpresoj të na ndiqni deri në fund sepse do të zbulojmë gjëra akoma dhe më interesante. Unë ju falenderoj shumë që ishit me ne pjesë e studios sot. Ishte kënaqësia jote. Gjithashtu, shpresoj të kemi prapë pjesë të kësaj studioje, sepse jeni fantastik në të vërtet. Ju falenderoj dhe juve që na ndiqni nga ekrani dhe shpresoj të na ndiqni përsëri javën e ardhshme. Tani po ju lë në melodinë e bukur të këtyre zërave, duke dëgjuar këngën e fundit për sot, duke mbyllur këtë emision me një harmoni dhe ngrohtësi. E që bëneto në shtëpin tënë, e që bëneto në shtëpin tënë, e gjithë valle, gjithë këngë, e gjithë valle, e o dashi me britë gjëndë, o dashi me britë gjëndë, o te porta të shkova prëmë, e te porta e të shkova i brëmë, e me longare duke rënë, e me longare duke rënë, e o longaro druri thatë, e o longa, o druri thatë, e që ngledis të bukuratë, e që ngledis të bukuratë,